që nga fëmiria, gjatë jetës së babait të tij Hazrat Mesiu premtuar selam pa një shembull të hidhur nga bota, saqë zemra e tij u ftoh ndaj saj. Edhe kur ishte shumë i vogël, të gjitha dëshirat e tij ishin të përqendruara në kënaqësinë e Allahut. Biografi i tij, Zoti Sheikh Yaqub Ali, shkruan një ngjarje të çuditshme nga fëmiria e tij. Thot, kur ishte shumë i vogël, ai i thoshte një vajze moshatare me të cilën më vonë edhe u martua me të, i thoshte, moj, lutju që Allahu të madhurojë namazin. Nga kjo fjali e thënë në moshë shumë të vogël kuptohet se çfarë ndjenjash vallëzonin në zemrën e tij dhe si qendra e dëshirave të tij ishte vetëm Allahu. Njëkohësisht, kjo tregon edhe mençurinë e tij që nga fëmiria, sepse nga kjo fjali kuptohet se ai e shihte Allahun si përmbushësin e të gjitha dëshirave dhe e dinte se mundësia për të bërë ibadet varet prej Allahut. Të dëshirosh namazin, ta dish se vetëm Allahu e jep këtë mundësi dhe ta thuash këtë në një shtëpi ku të mëdhenjt e të vegjlit e kishin bërë botën si zot të tyre, është diçka që mund të dalë vetëm nga një zemër e pastër nga ndotja e botës dhe e përkrahur nga Allahu për të sjellë një ndryshim të madh në botë.